të djetet e të mote, shuaj Barnauti. Selamu alaikum, të gjues të nderuar të radio dituriaislame.com. Ju përshëndesim të gjithë juve që në këto momente jeni duke ndëgjuar valët e radios Dituria Islame. Kemi ardhur kështu në transmetim të drejtë për drejtë në këtë të martë me mësafirin ton të nderuar profesor doktor Hafiz Khaireddin Hoxha, me të cilin do të jemi edhe sonte në transmetim. Selamu alaikum, mirë se erdhët sonte në këtë program. Aleikum salam wa rahmatullah. Shpresoj dhe besoj që keni pas një javë të mbarë dhe të mirë edhe sonte shpresoj që do ta kemi një emision të suksesshëm të cilin do të realizojmë së bashku. Inshallah me dhimën Allahu xhalla shanuhu. Në rregull zërimi a mund të fillua? Besoj që po, është zëri mirë. Pra, dëgjues të dashur, sonte do të trajtojmë temën integrimi i sistemit social islam në jetën tonë të përditshme. Për këtë temë sonte do ta trajtoj profesor doktor Hafiz Khaireddin Hoxha dhe me pyetjet tuaja do të vim pasi që të përfundoni me ligjëratën profesori jonë i nderuar, edhe pyetjet tuaja mund t'i bëni në +383 44 888 698 në Viber dhe WhatsApp e në të gjitha rrjetet të tjera. Ne pa u mbërkoj kalojmë fjalën profesor doktor Hafiz Khaireddin Hoxha për të nisur këtë ligjëratë të sonte. Faleminderit moderator, faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Që tha falënderimet gjitha lavdatat, vëllezër të ndershëm, motra të ndershme, kudo që t'jeni, kudo që të në përcjellni, në qofshin Allahu xhalla shanuhu, ashtu si meriton ai i lartmadhëruar. Nuk kemi të bëjmë diçka me çpikjet njerëzore gjatë historisë, po kemi të bëjmë me fjalë hyjnore të shpallur nga Allahu xhalla shanuhu. E për me kjo fe e cila është e shpallur nga Allahu xhalla shanuhu për 1400 sa viteve, 40 viteve, është për plot sisteme dhe rregullore. Ata cilët kanë lexuar për Islamin, ata cilët e kanë lexuar dhe kanë kuptuar, e din këtë. Po ata ata intelektualë të cilët nuk kanë lexuar dhe e etiketojnë Islamin si fe të propambetur, si ideologji e arabëve, si ideologji e shtretirës, si një fe e cila ka qenë e përshtatshme për një kohë të caktuar, ndërsa sot ne nuk kemi nevojë. Këta persona, këta intelektualë në thojza, ta kanë nevojë për me mësua ABCD-n e fesë dhe mos me sulmua ashtu verbërisht, se me të vërtet bëjnë gjunah, bëjnë kat, to edhe bëjnë me fjalë tjera krim njerëzor. Se me sulmu diçka, me kritiku diçka pa lexuar, dhe pa njoftë mirë, çfarë do shkence me qenë, çfarë do diturie me qenë, çfarë do profesioni me qenë, kjo nuk është logjike, nuk është humane, nuk është legale, por nuk është edhe e pranuar te masa. E sistemet islame hyjnore të shpallura nga Allahu xhalla shanuhu në Kur'an, unë për momentin, si kom pa dhe javën që shkoj, për sistemin e besimit në shqyqër Zotit jam musliman. Normal, këtu ka detale, mirë po, e kom pa të arsyshëm që tu mos ndalem shumë, se nuk kemi problem me fen, shqyqër Zotit në zemër e kemi, do tashtë neve në mungon vetëm ajo dashuria fesë, dhe informacionet rreth fesë, se si funksionon feja, se si funksionon Islami. Islami a është dinamike, a është aktive, apo është pasive? A ka të bëjë me jetën tonë, apo ka të bëjë me të vdekurit? Ka të bëjë me botën tjetër? Këto janë ato disa dilema
disa pyetje që na i shtrojmë në fillim të këtij debati, por edhe kemi përgjigjet do të thona rreth këtyre pyetjeve. Prandaj Islami nuk është fe e të gjallëve, është fe aktive dhe dinamike që ka të bëjnë personat, individ gjallë, njerëz gjallë. Është dedikuar Kur'anit të gjallëve. Li yundhira man kana hayyan, për ta u tërheq vretjen ka është shpallur nga Allahu xhaleshanuhu, atij i cili është gjallë. Në Yasin është ky ajet, fatin e parafundit. Li yundhira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin, dhe për me dëshmuar fjalën e vërtetë para jo besimtarëve. Prandaj Kurani ka të bëjë me gjallët. Ndërsa të vdekurit, po na shpresojmë bereqetin e Kuranit dhe shpërblimet e Kuranit, edhe për të vdekurit tanë, edhe për neve, dhe se nuk mundemi do thot me dajt edhe nga bota tjetër Kur'anin. Mirë, por parimisht Kur'ani është fe e gjallëve, për me rregullu të gjallët, për me udhëzu të gjallët, njerëz intelektualët, mëdhenj, dëvegjël, tri e pleq. Ky është qëllimi final dhe parsor i misionit të Kur'anit. Prandaj fyshër zotën dhe musliman, besimtar, sistemi ideologjik, po s'pandalemi, po do të kthehemi pastaj në sistemin moral, në sistemin moral që funksionon, sistemi social që sonte që flasim, sistemi familjar, sistemi politik, ekonomik edhe i vakufeve. Çka janë ata shtyllat kryesore të sistemit social në Islam? Mbi çfarë bazohet sistemi social në Islam? Janë 4 parime kryesore për të funksionuar ashtu pozitivisht dhe për t'i dhënë frytet e saj. Në radhë të parë, sistemi social islam bazohet në besimin në një Zot. Në thotë së pari duhet që masa, populli, të jenë besimtar, të kenë besim në zemër, me fjalë tjera mos të jenë ateiste, mos të jenë thotë kundërshtar të religionit, kështu po them përgjithësi, po ata njerëz me pas dobi nga sistemi social islam se si funksionon, duhet në radhë të parë me pas bazamentin ideologjik, besimin në një Allah, në një Zot, fjala është për muslimanët, e bazamenti numër 2 se si funksionon sistemi social islam është drejtësia dhe barazia. Kjo duhet me qenë do të thëtë prezente në jetën tonë, marrëdhëniet tona, lidhjet tona, programet tona, mësimet tona, punët tona, barazia dhe drejtësia duhet me qenë prezente. Numër 3, sistemi islam social bazohet edhe në dignitetin njerëzor, human. Do të njeriu si njeri çmohet në islam dhe e ka të vlerën e vet si njeri krijesë shenjtë. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, e kemi nderuna të birin e Ademit, njeriun, fjala është për ne. Me krijesën tonë që na ka krijuar Allahu xhaleshanu, me krijimin tonë në formën më të bukur, më të mirë, më të hishëm, më të bukur të përsosur, Allahu na ka nderuar neve, duke na shpallur edhe këtë fe mbi ne, edhe duke dërguar pejgamber për udhëzimin tonë. Prandaj fondacioni, parimi numër 3 se si funksionon sistemi social, është edhe me pas parasysh do thot dignitetin njerëzor. Dhe së fundi, sistemi social islam funksionon në mënyrë suksesshme, do thot funksionon në mënyrë aktive, ku mesin ton është solidariteti njerëzor dhe është ndihma reciproke ndaj njëri tjetrit. Lidhshmëria njerëzore. Lidhshmëria do thot çka lidhe me së pari si njerëz të krijuar nga Allahu xhaleshanu, pastaj edhe si besimtar. Këto janë ato 4 parime, 4 fondacione që bazohet sistemi social. Besimi në një Zot, barazia dhe drejtësia me qenë prezent çdo aspekt, tani do t'i komentojmë sa më gjatë.
digniteti njerëzor, vlera njerëzore humane nuk guxojmë me poshtë apo me e nënçmu asnjë rasë njerëzore, absolutisht të gjithë janë i përkasin, janë një familje njerëzore, pa dallim ngjyre dhe race dhe kombi, të gjithë na i përkasim familjes njerëzore që na ka kriju Allahu xhallahu. Po, numër 4 është edhe solidariteti dhe bashkëpunimi, do të thotë reciprok. Të 4 bazamente, 4 parime, sistemi social islam funksionon. E tani po kthehemi pak më gjatë se si funksionojnë këto programe islame. Kur themi sistemin e parë, bazamenti i parë të sistemi social, pa i pasur këto zemra tona prezente, na nuk mundemi do të thotë ky program, ky sistem, këto rregullore të shpallura nga Allahu, nuk mundem edhe me dhënë bereqetin dhe frytin ashtu si duhet. E shtrohet pyetja tani, çfarë efekti ka bazamenti numër 1 besimi islam në zemrat tona? Çfarë efekte pozitive ka besimi islam të individit? Jenë efekte të shumta, jenë do të thotë fryte të shumta, por numër 1 është që ai person i cili i përket besimit islam është të thotë në rrugën e drejtë të dinit islam, ashtu si kërkon Allahu dhe pejgamberi i tij, koka e tij do të udhëzohet. Truni i tij do të punon marr. Truni i tij ka me qenë i programuar në mënyrë të saktë dhe s'kemi me pas probleme nga ai person. Ky është efekti numër 1. Efekti numër 2, ai person i cili gjendet në rrugën e Allahu xhaleshanu, është musliman i denj, e ka akiden, fen, besimin islam në zemër, pasi që ti udhëzohet koka, ti qetësohet truni, pastaj kalon në qetësim në shpirtit. Po ti qetësohet edhe shpirti. Dhe aty zhvillohet një lloj harmonie mes trunit dhe shpirtit, se është në besim të drejtë, është ka beson në Zot, është ka beson në urdhrat dhe ndalesat e këtij Zotit xhaleshanu, prandaj ky person do të jetë i qetë psikikisht, po edhe shpirtërisht. Kur qetësohet truni edhe shpirti, çka lind nga ato numër 3, efekti numër 3 pozitiv, atëherë rregullohen edhe sjelljet e tija, rregullohet edhe morali i tij. Që sjelljet, çka janë sjelljet? Aktet tona, lëvizjet tona, domethënë, po marr parasysh, këto lëvizjet burojnë nga zemra dhe truni. Kur ta shet një njeri i cili të bëj lëvizje të çuditshme gjatë rrugë, gjatë vozitjes së kerrit apo gjatë ecjes, bën lëvizje jo normale, çka nuk kupton ky person? Ky person nuk kupton se truni i tij nuk është ka funksionon si duhet, po edhe shpirti i tij nuk është i qetë. Prandaj, se reflektim i shqetësimit të trurit dhe se reflektim rezultat i shqetësimit shpirtëror, i shohim këto sjelljet të thotë jo normale, sjelljet do thotë çka janë të denoncuara edhe me ligj, edhe me fe, që nuk janë të pranuara te masa. Ky është ai problemi dhe thotë kur një njeri sillet në mënyrë jo të duhur. Po në të anën e kundër, kur ta shohim një njeri i cili sillet normal dhe mirë dhe nuk hasin pengesa nga ai, domethënë populli është i qetë nga ai, të tjerët janë të qetë, të sigurt, është i moralshëm, është i sjellshëm, është do thotë human, është njeri i cili do thotë i avlen që të ndëgjohet nga ai, që t'i ndihmohet atij, atëherë kjo tregon dhe sinjalizon se truri i tij dhe koka e tij janë të qetë. Efekti numër 4, një person i cili e ka trurin të udhëzuar, shpirtin të qetë, sjelljet nën kontroll,
atëherë ky person shndrohet dhe bëhet një individ aktiv dhe jo pasiv, individ aktiv, njeri i gjallë, që ai gjitha të shpresat që ka në kokë, ku të planet e ardhshme, apo aktuale për të realizuar, në person ka mi realizu. Pse? Sepse çdo gjë është e programuar si duhet. Çdo gjë është e rregulluar si duhet. Duke filluar nga truri, pastaj nga zemra, pastaj nga gjymtyrë dhe sjellja, dhe kështu ai person vazhdon në jetën e tij dhe misionin e tij, do të thotë me angazhimin e tij për familjen e tij, me angazhimin e tij shkencor, do të thotë apo akademik, apo fetar, nuk ndalet, është optimist, hec përpara dhe pajtohet, do të thotë, me jetën e tij çka e ka. Ky ishte efekti numër 4 pozitiv të dobisë së besimit në rast të parë. Fondacioni numër 1, se si aktivizohet sistemi social me hec puna marë, duhet numër 1, çështjen e besimit me rregullue zemrat popullit. Zemrat do thotë të individëve me pas një pasqyrë më të mirë, me pas një background të thotë më të kristalizuar se çka është feja, se çka urdhron feja, çka synon feja, a të mëson për skeq, apo të mëson për të mirë. Kjo është shumë e rëndësishme. Efekti i besimit të Islam numër 5 është tani ky person kur ati ndodh diçka në këtë jetë, gjatë realizimit të planeve, jeton optimist, po ndonjëherë edhe jeta i ka ato të pjezat, baticat dhe zbaticat e saja, ndodhit, goditje të ndryshme, smundje të ndryshme, krizat të ndryshme. Atëherë ky person nuk pritet nga ai të thotë në një sjellje e cila e tregon mllëfin e tij apo hidhrimin e tij, po ky person me këto parime të besimit ai pajtohet me caktimin e Allahu xhaleshanuhu dhe se është në rrugën e tij dhe këto bindje ato e përforcojnë ende më shumë në atë rrugë se ku është. Se është i lidhur me Zotin, truni i tij është i lidhur me Allahun xhaleshanuhu, zemra e tij është e lidhur me Allahun xhaleshanuhu, sjelljet e tij janë në kontroll, është optimist, është i gjallë, po i ndodh ndonjë e keqe, ndonjë smundje, vdekje, po në krizë ekonomike, financiare, ndalet dhe gjykon veten dhe llogarit veten dhe përsëri do thotë e vazhdon jetën e tij. Ky është efekti numër 5 i besimit, të mirat e besimit. Efekti numër 6, kur një individ është në këto parime, kur një individ është kësaj do thotë jeton, ai individ, ai musliman, ai person do ta kuptoj rëndësinë dhe përgjegjësinë e tij më mirë se sa çdo kusht tjetër. Do të jetë përgjegjës i veprave të tija, fjalëve të tija. Do të jetë përgjegjës për çdo akt të punës dhe sjelljeve çka vepron. Pse nuk guxon tani ai me qenë njeri pa përgjegjësi. Nuk guxon, sepse është i programuar në atë mënyrë që do thotë përgjegjësia, vëmendja, zgjuarësia, do thotë është gjithmonë prezente është ai. Këto janë do thotë ata të mirat efektet pozitive të bazës së të sistemit islam ndaj individëve. Besimi. Qetësohet koka, qetësohet shpirtri, rregullohet sjellja dhe morali, po bëhet optimist, vazhdon aktiv, nëse ndodh ndonjë e keqe, është durimtar dhe anën tjetër ai njeri e din përgjegjësinë e tij personale dhe nuk guxon do thotë me hik nga përgjegjësia. Këtu tash për ta kristalizuar këtë çështje, unë fras dhe apeloj të kolegët e mi në institucionet tona fetare
që diskursin e tyre fetar pak ta rikontrollojnë dhe rikorrigjojnë. Do me thonë, ligjeratat fetare që hipën në përgjamia, anën ban botës, si në Arabi, si në Perëndim, si çdo të na, ata duhet të korrigjohen edhe një herë mirë dhe të kontrollohen nga një ekip, nga një komision fetar, po para se të dalin ata hoxhallar dhe ata kolegë para masës dhe apo janë aktual me ato temat e tyre. A pishërojnë problemet aktuale, apo çfarë po bëjnë? Do të këtu ka nevojë për një reformë të diskursit fetar, për një reformë, për një ripërtrirje, për një rikorrigjim dhe rishikim se si po prezantohet feja tona. Në për ligjërata fetare, gjatë gjumave ditëve premte, dhe rasteve tjera, festave tjera fetare që i kemi, po sidomos edhe në për shkolla fetare, në për medrese që i kemi, lëndet fetare, po edhe në fakultetin tonë të studimeve islame. Duhet të ecin paralel me kohën dhe jetën akademike në mbar botën. Duhet të jemi të updatuar apo të jemi në rrjedha të ligjëratave të diskursit fetar se si tër bota, ajo bota ana akademike në për universitete dhe fakultete të shariatit, se si ligjërohen dhe çka debatohen, duhet të jemi në rrjedha dhe aktual. Në këtë mënyrë besojmë nash, do thotë besojmë këmbgulshëm që populli do ta ndryshon mendimin dhe intelektualët tanë disa që e sulmojnë fejen shumë në për disa mjete sociale që na po i shohim sot në për disa portale, njerëz që edhe koha s'po na premton atyre për mi bë replika apo për mi korrigju atyre këto mendime të gabuara, ata do të ndalen. Po përderisa nuk ka reforma, nuk ka korrigjime të diskursit ton fetar, ligjëratave fetare, atëherë është larg do thotë dhe kemi shumë vështirë për me integru sistemin social islam jetën tonë. Populli jenë në një mjegull, nuk kanë do thotë një kuptim të qiltër të fejes, nuk kanë diçka në më thotë të qartë çfarë roli i fejes. Është roli i fejes vetëm me vlyda e jasina, e gjenaze, e vore, e kutadione do të gjonat, apo feja o diçka më e madhe se sa ata çka po mendojnë. Prandaj këtu apeloj këmbgulshëm edhe një herë dhe lutë Allahun që këto do të mendime apo këto këshilla, këto rekomandime të mira do të me seriozitet, nëse dëshirojmë me dal nga kjo gjendje cilën ku jemi na. Që sa vit jemi do të duke vazhduar me qëtë tempo, me qëtë mënyrë, me qëtë do të shpejtësi dhe nuk po mujna do të për me realizu ato që po kërkojmë, sidomos për me fute mësim besimin në për shkolla tona do të fillore apo të mesme, mësim besimin fetar, edukata fetare. Normal, dhe t'i fusin edhe i start apo pjesëtar e fesë katolike, nuk ka problem. Edhe ata pjesëtar të tjerë të fesë ortodokse, nuk ka problem, se si kanë bë ata shok tanë dhe në Bujanovs, apo ku janë duke jetu në Presheva atje, që sot shok të imi, kolegë të imi, shkojnë me gjybe dhe e japin lëndën fetare në për sisteme do të Serbis, në për ato shkolla të muslimanëve dhe shqiptarëve ku janë sot duke jetu në Serbi. Çfarë të keqe ka kjo? Çfarë të keqe ka kjo edhe për mu integru në Evropë, për mu integru dhe në sistemin evropian apo amerikan, për shqiptarë tanë, intelektualë tanë, kanë një fobia, unë për them një fobia, kanë një treme, dhe thot, kanë janë trembur nga zemra, kanë një frikë në zemër, një paragjykim, dhe thot, të lashtë, të kohrave të hershme, të propambeturat e Evropës, shekullit 14 dhe 15, kur atër kisha i ka kontroluar, dhe thot, prisit fetar, dhe kisha ka qenë dominante, dhe në emër të kishës jenë byt djetar, jenë mytë, dhe thot njerëz intelektual, në emër të kishës, po
Sot intelektualët tonë shqiptar mendojnë që edhe feja islame është ashtu. Jo, nuk është ashtu. Lexoni pak më shumë. Rastet e inkvizicionit dhe mbytjes së dietarëve, djegjes së dietarëve që i ka bë kisha kohrat e mesme, shekujt e hershëm, feja islame si ka ato parime. E prandaj mos gjykoni dhe mos e krahasoni fejen islame, do thot me ato fena të cilët kanë qenë atë kohë, do thot që kanë bë masakra njerëzore e shkencore e që mos kanë bë. Këto ishin, do thot, dobit e fesë, efektet pozitive për individ. Ndërsa nëse shoqëria tani fillon me integrua sistemin social të fesë, atëherë çka bëhet do të shoqëri? Atëherë sot pari një herë muslimanët kudo që t'jenë po dhe sidomos të na trojet tona shqiptare, do ta përforcojnë, do thot, llazërinë e tyre islame. Në fjalë tjera, do ta konfirmojnë ato që kanë në zemër, do ta konfirmojnë në jetën e tyre të përgjithshme në mënyrë aktive. Allahu thot në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtet besimtarët janë vëllezër, atëherë kjo vëllezëri duhet të shihet, do thot, edhe në jetën tonë aktuale. Çdo fush, çdo aspektin shkencor, financiar, shpirtëror, human e tjera, ku kanë nevojë besimtarët tanë? Kush ka nevojë me ngjit dorën materialisht, financiarisht, duhet të gjithë me vrapua dhe me nxjerr atë person nga kriza. Kush ka dikush nevojë për ndihmë, për shërim, për të tubuar mjete, të gjithë besimtarët duhet të uqu të me zërit që atë person do të thotë të nxjerrin nga kriza shëndetësore apo financiare dhe të ndihmojnë atij. Po kur kjo vjen atë moment kur rregullohet të kushtet paraprake, kur mendimi i tyre pastrohet dhe mendimet e gabuara korrigjohen dhe dalin sisteme tekste shkollore të reja me një hartë, do të thotë, të bashkohore, me një hartë e cila gjithmonë na udhëzon mirë dhe madh. Numër 2, dobi e fesë për shoqëri, atëherë edhe lloji njerëzor, rasa njerëzore do të dashurohen, do të thotë, më mirë dhe rasa njerëzore do të bashkëpunojnë me vetë në mënyrë më reciproke më mirë dhe fjala e Allahut, si ka thënë në Kur'an në suratul Hujurat, ja ayyuhan nas, o ju njerëz, thirrje universale nga Allahu xhaleshanu për tërë krijesat, njerëzit, besimtar dhe jo besimtar. O ju njerëz, ja ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, ne ju kemi kriju juve nga një mashkull dhe nga një femër. Fjala është për babën tonë Ademin a.s. dhe Havën a.s. Tërë bota një babë kanë, një nan e kanë. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Dhe ju kemi bë popull dhe fise të ndryshme në mënyrë që ju të njiheni mes veti. Të keni respekt reciprok njëri tjetrit dhe jo të luftoni zveti, jo të etiketoni njëri tjetrin, jo të sulmoni njëri tjetrin, po ta njihni njëri tjetrin ashtu si duhet. To janë ata ajete koranore, thirrje koranore, o ju njerëz, thirrje edhe jo besimtarve, edhe besimtarve, edhe sekularve, edhe ateistave, gjithë mendoni mirë këtë fjalë të Zotit xhaleshanu, ju kemi krijuar nga një mashkull dhe një femër, nga Ademi a.s. dhe Hava a.s. po edhe ju kemi bë popuj dhe fiste të ndryshme, li të arafu, ju me njoft njëri tjetrin. E jo me luftua, e jo me sulmua, e jo me etiketua, e jo me anashkalua, dhe jo me çmu njëri tjetrin. E sot, çka po bën rasa njerëzore, njerëzia përgjithësi, kur i qetë të këshillat hynore pas shpine, atëherë kjo është rezultat ka përshojmë ne sot, anë e mbanë botës, po dhe tek ne. Dikush, është shumë i pasur në trojet tona, nuk ja din skenjen kufirin e pasurisë sa i ka dhënë Zoti xhaleshanu, po dikush jeton
në atë nivelin më tult të jetesave të kushteve jetësore. Nuk ta merr mendje se si jeton dhe si ku banon. Kështu nuk bën me ekzistu me një shoqëri. Nëse jenë, atëherë duhet të gjithë së bashku, në bazë sistemit social islam, do thotë duke besuar në një Zot dhe duke i urdhëruar, duke i thënë fjalët e Zotit në vend, na duhet të gjithë të vrapojmë dhe të zgjasim dorën e solidaritetit dhe ndihmës. Të dobive të sistemit social që ka përfiton shoqëria, atëherë do të kemi mesin tonë edhe sjellje të mira dhe siguri. Siguri do të kemi. Siguri e pasurisë, sigurinë e moralit, sigurinë e familjes, sigurinë e shtetit. Këta janë ata frytet pozitive që ka po thrasim na, të startojmë nga zemrat, nga kokat, me një reformë të re, dhe ju themi qeveritarëve tonë, kushdo që t'jenë ata, ju lutem mos ta luftoni dhe mos na anashkaloni se edhe neve na dhimbet Kosova dhe shteti, prandaj edhe na jemi do të thotë pjesëmarrës dhe antar dhe bitë e këtij vendi. Apo dojmë siguri, të kthehemi pak te rruga e sigurisë, se kush na siguron neve, kush na sjell siguri? Apo lypim me pas, do të thotë sjellje të mirë dhe moral të mirë, ku janë ato burimet e moralit të mirë? Ka janë ato burime që na duhet të hulumtojmë për ato burime? E sot në Kosovë, unë po flas për Kosovën, bazë burimeve të ndryshme, me gjuhë të ndryshme, që i përcjellim lajmet, në anën e botës, po edhe në troje tona, siguria nuk është në nivel të duhur, morali nuk është në nivel të duhur, vjedhjet, mbytjet, kërcënimet, sulmet, do të thyerjet të dyqaneve, të bankave, kidnapime, mos flasim më për trafikimin human dhe të drogave dhe të kokainës, mos flasim. Dhe të thotë niveli i moralit dhe i sigurisë ka ra, si pas analistave dhe si pas analizave të mia që jem dëshmitar të kësaj kohe, të thotë nuk është në nivel të duhur. E çka duhet me bë? Kemi mjaft çka me bë. Kur themi kemi mjaft çka me bë, nuk na mjafton vetëm policia, nuk na mjafton vetëm shtetet, do thotë organet e sigurimit. Po neve na duhet edhe një reformë shpirtërore, morale, vetë personit, vetë individit të jetë ngritur moralisht dhe me besim, dhe ta ketë do të thotë një kontroll të brendshme. E normal ata cilët nuk edukohen, nuk e kanë këtë kontroll shpirtëror të brendshme, nuk e kanë do të thotë këtë frikë të Zotit ashtu, atëherë ai çka nuk tutet pi Zotit, atëherë tutet ai pi njerit, tutet pi polisit, e tutet prej dënimit, e tutet nga do të thotë nga mjetet e sigurimit. Nga organet e sigurimit. Gjithmonë ka qenë policia, ka qenë edhe kohën e pejgamberit alayhis salam, edhe kohën e Hazreti Umerit. Edhe hershëm atër ka qenë, do thotë, policia islame ka ekzistuar për mirëmbajtjen e rregullit dhe ligjit dhe rendit. Na nuk jemi kundër organeve sigurimit, as pak. Patjetër, po nuk mjafton vetëm ajo për një jetë më të mirë, për një jetë më të lumtur, më të qetë, na duhen edhe neve t'i aktivizojmë, do thotë ato forcat, ato burimet tjera që do të nuk janë të aktivizuara shpirtërore, morale, duke koordinu, do me thonë, mes institucioneve fetare dhe shtetërore për një jetë më të mirë, për një gjenerat më të mirë, për një shoqëri më të shëndosh. Për dobive të sistemit social për shoqërinë është edhe ngritja e nivelit të sigurisë sociale, të ndihmave sociale, të solidaritetit njerëzor, të jetë do të thotë në nivel ende më lartë dhe më të duhur se sa çka kemi tani. Ato shtëpi të pleqve që i kemi na aty këtu, do shta nuk janë mjaft. Dhe se gjendja e këtyre institucioneve të shtëpive
të pleqve dhe të personave të hendikepuar, e atyre të cilëve dhe thot kanë nevojë për ndihmë, nuk është në nivel, nuk është për të gëzuar, nuk është për të lavdëruar dhe duke thënë se ne obligimet i kena bën ndaj tyre apo shteti i ka bën obligimet ndaj tyre. Ne duhet të jemi akoma më aktiv, ende më aktiv, ende më të gjallë dhe ende më, domethënë më bujar, të thotë për t'i nxjerrë ata nga kriza dhe për t'i siguruar atyre do të thotë një jetë më të mirë. Një jetë më të mirë. Prandaj kështu funksionon sistemi social islam, duke kaluar ai fryti i besimit, dhe efekti pozitiv i besimit nga individi, kalon në shoqëri duke përforcuar vllazërinë njerëzore, fetare, duke e përmirësuar sjelljen dhe moralin, dhe duke përforcuar sigurinë, duke përmirësuar edhe solidaritetin, po edhe prej fryteve të besimit, të funksionimit apo të integrimit të sistemit social në islam, atëherë funksionon drejtësia më mirë edhe në gjykat. Atëherë edhe gjykatat tona dhe gjyqtarët tanë kur gjykojnë, atëherë gjykojnë drejt. Dhe nuk guxojnë të jenë të korruptuar, sepse çata gjykatësa që na kanë dalë përpara, çata avokat që i kanë dosjet e klientave të tyre, që ata do të thotë jenë ngrit, të edukuar, në frymën ashtu si duhet fetare, prandaj ata kryejnë ato punë administrative normal. E marrin atë shpërblimin e tyre të shërbimit social, që konsiderohet social service, khidme ijtimaie, se po flasim për sistemin social, e marrin atë hakun e tyre normal, edhe gjë që është edhe shpërblim i Allahu xhaleshanu këtë jetë para ahiretit, mirë po, ata nuk gëzën të jenë korruptuar, të punojnë me rushfet, të punojnë domethënë me familjarizëm, e bëjnë kapërcime, bëjnë anashkalime, bëjnë shkelje të ligjit, ata të thotë nuk gëzën të bëjnë me bë kështu. Nëse edukohen në këtë frymë, në këtë mënyrë, mbas sistemit që po flasim na. Po nëse vinë do të thotë me sisteme tjera, me fryma tjera do të thotë, me përgatitje shkencore apo akademike, ka burime tjera, atër mirërisht është ajo që është tani. Është që po ndëgjojmë të gjithë, po nuk gjykohen drejt, nuk gjykohen ashtu si duhet, nuk e meriton ai kriminali apo nuk e merr atë dënimin e duhur, ai lirohet, ai tjetri i korruptuar i financiarisht, ai ndoshta bëhet ende më i korruptuar, ky i korruptuar akademikisht për falsifikimin e diplomave dhe studentave, pranimin e studentave në për universitete, punësimin e kolegëve, stafit punues për universitete, mos pa akreditim. Të thotë, sherri dëmi është i madh nëse anashkalohen këto parime fetare nga Kurani dhe fjala e pejgamberit alayhis salam nga sistemi jonë. Prandaj këto sjellin këto këshilla, këto parime sjellin vetëm bereqet dhe mirësi. Sjellin vetëm rahati dhe siguri dhe jo ajo çka po shkruhet dhe çka po dëgjohet haptazi sot nëpër media tona, sulme ditë e natë, etiketa ditë e natë me më të ndryshmet, me më të rëndat. Po, duke u fillu, do të thotë nga këto termet bashkëore që sot jenë bukanin mod, etiketu musliman, terrorista, përgjithësi, duke etiketu musliman, sa ata janë do të thotë njerëz i përkasin grupeve të ndryshme, do të thotë duke etikuar edhe musliman me lloj të thotë etikete që ndoshta një grup i vogël është involvuar në ata, edhe të tjerë të hajnë sherrin e atyre. Jo bre, jo, nuk ka kështu. Nuk ka kështu. E duan të gjana të kemi parasysh. Ky ishte parimi i parë që si funksionon sistemi islam, dhe thotë duhet të bëjmë një lloj reforme të diskursit ton fetar, dhe thotë çdo nivelet edukimeve tona fetar, që nga xhamiat, nga ligjëratat e hoxhallarëve, ka shkollat të mesme që i kemi në Prizren, në Gjilan, po
me fakultetin tonë fetar që kemi, pastaj kemi bashkëpunim edhe me shkolla tjera, do të thotë fillore, shtetit tonë me Ministritë e Edukimit, se si ta nxjerrim do të thotë një gjenerat të shëndosh, ta nxjerrim një gjenerat të thotë e cila është aktive, ta nxjerrim një gjenerat larg nga droga, larg nga alkooli, larg nga bigjozi, larg nga narkomania, nga sjelljet dhe nga mbytyjet e krime tjera. Vallahi billahi, besoj që jeni atje, se na që po jemi larg Kosovës, vetëm me duke i përcjell lajmet, do thotë kështu, mirë po ju jetoni edhe atje, atëherë ju jeni edhe dëshmitar më të mirë të asaj që po flas unë. Po. Parimi numër 2 sistemit social është edhe puna drejtësisë dhe barazisë. Drejtësia dhe barazia, kur futën mesin ton, edhe institucionet tona, që gjithmonë duhet të jemi të barabartë të gjithë para ligjit, të jemi të drejtë të gjithë, drejtësia të funksionojë ashtu si duhet, pa dallim race dhe ngjyre dhe feje, po barazia ndaj mashkullit dhe femrës, ku ato punë që i përkasin mashkullit, i përkasin gjinisë mashkullore. Ato punë, vepra dhe profesione që i përkasin gjinisë femrore, ata i marrin femrat. Të thotë, këtu nuk mundemi do thotë na me luftu këtë gjinin tonë natyror që na ka kriju Allahu xhaleshanuhu. Kjo është shumë normale. Do thotë mashkujve i jepet ajo që meritojnë, çka asaj natyre që janë ata krijuar, po edhe femrave ju jepen ato profesione dhe ato punë që i përkasin natyrës së atyre. E jo se si ka qenë kohën e komunizmit, po që mashkull dhe femra të gjithë kanë dalë në përfusha e në për ara, patjetër në kombinati bujqësor për të realizuar planin vjeçar, planin po 200% apo 300%, po kombinati bujqësor i shpezeve, i vezeve, e kutadione, i do thotë korporatave të ndryshme, organizatave të ndryshme, po kanë obligime tjera, gjinia femrore, dhe gjinia mashkullore kanë do thotë obligime. Na kur bëjmë specifikimin dallimin e punëve, nuk do të thonë që kena po shkelje në njëri tjetër. Absolutisht. Gjinia femrore ka obligime tjera, të gjithë që i dim, po edhe meshkujt kanë obligime tjera. Mashkulli nuk lind, nuk ka përgjegjësi për të rritur familje dhe do të thotë për të krijuar familje, po ka atë rolin si burr, si mashkull, mirë po, për edukimin familjare e për edukimin e fëmijëve të foshnjës, ajo i përket natyrës së femrave. Këtu nuk mundena me bë barazi do të mes dy gjinive këtu. Kuptohet kjo? Shancat e punës, barazia, të gjithën të barabartë, kur aplikojnë për një post të punës në arsim, në një kompani, çdo gjë është sipas meritave dhe kualifikimeve të cilat i posedojnë. Para ligjit, para ose gjykatës, atë nuk bëjmë dallim mes gjinisë mashkullore dhe gjinisë femrore. Po edhe digniteti fetar, të gjithë janë të kanë atë vlerën dhe dignitetin e lartë të Allahu xhaleshanu, nuk guxojmë asesi nuk guxojmë me e çmua dhe me do thotë nënçmua një gjini. Qoftë mashkull apo femër, se Allahu ja ka siguruar atyre këtë dignitet, edhe na duhet ta kemi parasysh. Andaj kjo është bazamenti numër 2, që drejtësia dhe barazia funksionojnë dhe gjithmonë të ecë paralel do të thotë përpara në për institucionet tona. Mua më jenë keq, tani që do të thotë jenë ngrit disa padin ndaj aty këto personave, kinse në këtë shkollë është pranuar drejtori ky fulan apo ky arsimtar apo ai mësues apo diçka, do thotë ka gjanat po i lexojmë na. Po i lexojmë, po ndëgjojmë, pastaj janë reale dhe faktike përsëri, ju i dini atje më mirë se sa na këtë çka po i lexojmë vetëm po i ndëgjojmë në mjetet sociale, portale të ndryshme
të lajmeve. Ndihma reciproke. Kjo është bazamenti numër 3, parimi numër 3 se si funksionon sistemi social, po që duhet çka është mirë, dhe çka është në dobi të shtetit, në dobi të qeverisë, domethënë të vendit, të dhëut, të vatanit, duhet të ndihmojmë dhe t'ia zgjasim dorën njëri tjetrit. Dhe çka është e keqe dëmshme, aty nuk bën asesi të jemi na pjesëmarrës. Nuk bën asesi na të kolaborojmë apo të bashkëpunojmë me ata të cilët dënë me shkatru shtetin, apo popullin moralisht, apo financiarisht, apo shkencërisht. Asesi nuk gëzojmë, gjunah e kemi, haram e kemi. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Çka është devotshmëri dhe mirëfill, dhe bashkëpunoni me njëri tjetrin. Mirë, po çka është gjunah, edhe armiqësi, dhe çka është krim, çka është keq, kur mos gaboni me bashkëpunu, të ndaluar e kemi. Kur jente punët e bashkëpunimi, fillojnë duke nga gjarat më bazamente për mi inxjerr popujt nga kriza, njerëzit nga kriza, sepse ai i cili hec dhe aktivizohet dhe është në angazhim për ta nxjerrë nga kriza një person, Allahu xhaleshanuhu ka për ta nxjerrë atë person nga krizat e kësaj jete dhe të jetës tjetër. Po dikush ka nevojë edhe për mi dhënë borxh në mall, në pasuni për një kohë caktuar. Prandaj solidariteti fetar të zgjatja dorën e borxhit. Po kërkon borxh, nëse ke mundësi, jepi. E jo me dhënë parë me fajde, e parë do të thotë me kamat, se si po bëhet ana që kemi ndëgjuar njerëzisht. Kërkon borxh, ai që është i nevojshëm 1000 euro, për një muj bëhen 2000 euro dënimi shtohet. Nëse vanon edhe një muj 3000 euro, mja këthy borxhin. Këto në gjahiljet e kanë pas zakonarat para fesë islame me bëjë kështu. Edhe sistemet financiare evropiane që shheret edhe qytetarësi jenë bazuar do të këtë interes. Në më thonë këtë përqindje ekstra që e marrin të kredi. A Kurani thotë, el-qardul hasan, me dhe dikujt i borg të mirë, dhe më thonë, vetëm sa është kapitali. 10 ja ki dha, 10 i merë. 20 dinari ki dha 20 euro, i merë 20 euro. Kjo është el-qardul hasan, men dhe lëdhi yuqridu Allah qardan hasanan. Kush është ai prej muslimanëve i cili jep për hir të Zotit një borxh të mirë? Kurani ka thonë, borxh të mirë, kredi të mirë. Fa yudha'ifahu lahu. E Allah ka mjashtu atina të bereqet, atë këtë borxh nëse jep dikujt. Adha'afan kathira, shumë herë dhe ka mja shufi. Atëna sot, sa veta kanë rënë bela, do thot për këtë çështje fare me fajde. Sa veta kanë rënë, do thot, sa familje ka mundësi edhe jenë rënë, do thënë, pejtë vrasje ka ardhur puna, të ikja, të aratisja, se s'pumi me dalë para borxhliut, para ati se poshtu kamata, poshtu interesi, fajdja, e kjo kejt e prish shoqërinë. Kështu nuk bën do thot me tuni shoqërinë. Prej metodave dhe mënyrave se si solidariteti funksionon, të aktivizohet urdhrat të aktivizohen urdhrat kuranore, të urdhrojmë ka e mirë dhe të ndalojmë ka e keqja. Çka është e mirë, të gjithë jemi në mendime se kjo është e mirë. Për çka është e keqe, të gjithë do të themi asaj të keqes. Çka është e keqe? El-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Do të thotë borxhe kemi nëse shumë diçka të keqe në shoqëri, në mas, në rini, në përmedia tona, që dalin do thotë mënyrë të kulturuar, dhe të mënyrë do thotë të mirëfillt, të diskutojmë ata persona, ata organet e caktuara, hey, kjo nuk i përket vendit tonë. Këto gjana të shkatrojnë moralin. Këto gjana do thotë e shkatrojnë edhe masën tonë, rinin tonë. Duhet të flasim, duhet të këshillojmë ata. Se për ndryshe, nëse heshtim, hajtë marë se jenë boqështë, hajtë se e lypin këta, valla s'kam kujna mi folë. Ja, vallaj, sonën, ndryshon këtë e kije,
atëherë është rreziku me na kaplu Zoti xhaleshanu me një dënim të madh të gjithëve. Është rreziku i madh nëse heshtim të thot nga e keqja. Prej metodave se si ndihmojmë një vjetë tjetër se si funksionon sistemi social, thash dikush është i padrejt, zullumqar, i bën padrejtësi atij të doptit, duhet të ngritet zëri i protestës. Hey, stop, ndaluni, se kjo nuk lejohet. Kjo nuk lejohet as me ligj dhe as me fe. Duhet ta përkrahim atë doptin kur është në hak në rrugë të drejtë. Dhe ta ndalim atë tiranin, atë zullumqarin, dhe t'i themi atij, ndalo, se kjo nuk lejohet. Prej metodave se si funksionon sistemi social islam, po punëtorëve mos t'ja ham hakun në për kompani, mos t'i bëjmë zullum, mos t'u abonojmë rrogat e tyre, mos kërkojmë nga ata ma tepër se sa munden, mos t'i shtojmë orët e punës ndërsa rroga nuk shtohet, po të mundohemi edhe atyre t'u lehtësojmë jetën edhe punën dhe pagat që i kanë. Po vëllezër të ndershëm, shifni se si ndikon pozitivisht sistemi social islam, do më thonë kur e kanë besimin në zemër, kur frigohet nga Allahu, frigohet nga zullumi, nga padrejtësia, ndikon hajri i tij, dobia e tij ndikon edhe te punëtori. Po, jo vetëm me qenë egoist për veti dhe materialist për veti, ndërsa ati punëtori dhe e pagën minimum, edhe ndoshta ja vanon, jo sigurim social nuk ka, as edukim, dhe më thonë pagesa shtesë për edukimin dhe fëmijëve, apo as pagesa shtesë për robe, apo diçka. Kështu nuk mujnë me hecna përpara. Mjerisht, ata të përëndimit, shtetet e përëndimit këtë aspekt, i kanë kalu disa musliman, i kanë hecma përpara, se kanë punu me ligjet tonë, i kanë lexu ata dinin islam, edhe i kanë marrë çka atyre u konvenon, ndërsa na që 14 shekuj e gjysëm ka udhëzimet të jenë do të thotë të shpallura. E prandaj edhe së fundit është solidariteti shpirtëror dhe solidariteti social, se si funksionon sistemi social, do të solidarizohemi, do të thotë na me vllazurit tonë, me individet tonë, me koqshiun tonë, me popullin tonë përgjithësi, dhe t'i gjindemi dhe thot atyre raste të ndryshme kur ata kanë nevojë, kur ndodh ndonjë martesë, atyre dhe thot shkojmë t'ua përgëzojmë dhe t'ua bëjmë për hajër, kur ndodh ndonjë vdekje, atyre shkojmë dhe t'ua shnoshim kokën dhe t'ua dajmë mërzinë së bashku, kur dikush prej tyre thot po vdes, ato përcjellim në vareza në varem, duke falur dhe namazin e gjenazës dhe lutjet e fundit për të, po që kemi lidhjet farefisnore, duhet të vazhdojmë dhe mos këputën lidhjet farefisnore, se kur këputët farefisi, këputët edhe bereqiti dhe ndihma Zotit xhaleshanu. Këto pika do të thotë duhet mos t'i harrojmë dashurinë, ta kemi parasysh dhe njëri tjetrit dhe urrëtitjen, ta luftojmë mbi zemrave tona, sot çka po lexojmë dhe çka po nim, çfarë gjendje na ka ardhur situata jonë, ndoshta vllau s'ka qef me pa, vllau ndoshta runa zot s'ka qef me shku me ziaret dhe me vizitue, jenë ngushtuar zemrat e njerëzve me gjithë bollok me këtë teknologji, me këto do apartamente, banesa e makina, të thotë ju kanë ngushtuar zemrat, shejtani është ka i frigon ata nga varfëria, e shejtanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, gjithmonë këta janë vezvese e shejtanit, jo mos t'ja qes atij një drek, jo mos t'ja qes atij dhe thotë një kashorë buk, jo atij mos t'ja qes ndoshta edhe diçka, se marrgjohet fikna, këta janë vezvese e shejtanit janë këta. Duhet të ringjallim në këta, domethënë këta tradita që vendi jon kur ka qenë në gjendje më të varfër, kur kemi qenë vitet e 70-ta, 80-ta, po me ara, kur e kemi dhënë rëndësi bujqësisë, do të thotë çfarë mikpritje kemi pas, çfarë miqësi kemi pas, çfarë dashuri kemi pas, do të thotë gjatë dimrit e gjatë festave tjera, kur s'na u kanë friguar syni. Një pastor
një sa dimri ka ardhe, ka prej në mahal, dikush një pastërm, krejt lagja është që do të e ka kërkuar mishin e pastërmës, se sot fulani ka prej një pastërm. Kanë hangër të aj, edhe ja kanë bo përhajer. E sot, ku bon ata sot? Ku? Mole prej më shpejt, edhe futet në dëbak, mishele ati, edhe mos hargjohet se kriza në shtrejnëto, ande këne këta vezveset, që i kanë sjell njerën edhe me që do të në klinika psikologjike të ndryshme, rona zët. Këta e në pasojat, qka sa do të na u kanë ngushtu zemra si mos më konë musliman. E këtë duhet t'i luftojmë të vetit e këshia, ta rinjallin dashurin zemra tonë, ta luftojmë urrëtitjen, po ashtu si ka të pejgamberi alayhis salam, dhe kështu funksionon sistemi social edhe material edhe shpirtëror mesin e muslimanëve në këtë mënyrë. E çfarë të keqe kanë këta tash fond? Pyetje intelektualëve. Çfarë të keqe kanë këto këshillat, këto burimet, këto rekomandimet e këto urdhat e Allahu xhaleshani? A keni pak kokë me logjiku, o ju të cilët po kundërshtoni, o ju të cilët po refuzoni, o ju të cilët do të po etiketoni. Turproni pak, se po flasim me dituri, po flasim me shkencë, po flasim me logjik. Më thonë, mendoni pak. Lusë Allahu xhaleshanuhu që popullet ta kuptoj këtë realitet, qeveritarët tanë ta kuptojnë këtë realitet, apo këto realitete, dhe këto sisteme, dhe t'i fusin, dhe më thonë, ta integrohet sistemi sociale apo feja në jetën tonë, se për ndryshe do të hekim. Akoma do të hekim, e për me dalë nga kjo krizë, na duhet të bashkëpunojmë edhe me qeverinë. Ata nga një anë obligimet e tyre, si folëm javën që shkoj, qeveritarin ndaj banorëve dhe adetarëve, po edhe na obligimet tonë ndaj atyre, kështu do të hecet përpara. Besoj që ishe i qartë këtë gjërat që u bën, do të thotë që për plot gati një orë, ju falenderoj për ndëgjim, ju falenderoj për kohën dhe respektin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Faleminderit shumë edhe nga ana jonë sigurisht për trajtim të kësaj teme në mënyrë mjaft briljante, dhe për cilën temë sigurisht edhe ju falenderojmë përzemërsisht, por do të nisim me leximin e pyetjeve që kanë arritur nga dëgjuesit tanë. Një ndër pyetje. Shumë pyetje. Deri më tani janë 3 pyetje, por të cilat tema rrjedhimisht keni folur, por ndoshta shkurtimisht mund ta bëjmë një rekapitulim. Pyetja e parë thotë, kam hasur shumë shpesh që njerëz të elitës ose intelektual të ndryshëm sikur e kanë me droj ta pranojnë që janë besimtarë dhe që janë praktikues të islamit. Pse ndodh thotë kjo të shtresat intelektuale që ta kenë me droj pranimin e islamit? Kjo pyetje shumë e rëndësishme në vend. Po se ndodh për shumë shkaqe, po sidomos tani, sidomos në këtë kohë, edhe është friga për postin, po friga për postin që e ka, dhe për rreth ata cilët që e ka, ata shok, apo kolegë, që janë frymzuar, apo janë rritë në frym tjetër, jo fetare, tani ky qyqani, ky i gjori, bëmo me deklaru ata që ka në zemër, me njëherë ata do ta sulmojnë. Kështu do thotë është ai scenari, është ai film. Kështu është rasti do thotë, friga, e upi punën, qesin për punës, heken nga ky post, po, edhe ndoshta edhe bizneset ato të hupi, e më mirë ta marrë në zemër, mos reflektohen për të parime fetare jashtë. Kjo është gabim. Tash na tregum, diagnozum, tash ti po japim rekomandimet e shërimit, kjo është gabim, se kjo të mundon psikikisht, mas pare tyje si person apo ata i cili është luajtur këtë rol të me thonë, po them dy ftyrë shqetësëran gjunadin, po të më shef diçka në zemër, diçka tjetër, po manifeston diçka tjetër. Jo, deklarohen në mënyrë të edukuar, mënyrë do të me respekt, me edukat, dhe kjo është ajo do të thotë edukata ime,
Kjo është e kultura ime, kjo është e kultura ime, e cila unë do të krijohem, krenohem para masës, para studentëve, para punëtorëve, para kolegëve të mi në fakultet, në kompani, edhe në parlament. Ai çka jam, nuk jam do të thot artist. Nuk jam artist. Artisti do më thonë ka kohën shkurtë, ka ku e luan një rol tjetërkujt, pastaj pas një orë apo 2 orë kthehet në atë origjinalitetin e tij. E muslimani nuk është kështu. Pejgamberi alayhis salam edhe në Mekë kur ka qenë, edhe në Mekë, fillimet vitet e para të fillimit të shpalljes, e ka njohur si besimtar, edhe si njeri besnik. Ata si kanë besuar, do të thotë kanë luftuar bashkër, po, kur kanë pas në një gjatë të vlefshëm, kur kanë luftuar, kanë pas do të thotë gjanat e vlefshme, ari, argjend, do të thotë holla, kanë shku, i kanë ndërzuar te pejgamberi alayhis salam te banka e Hazreti Muhamedit alayhis salam. Ai miroj sa është besnik. Sa ai do të thotë nuk ka tradicion, ai nuk ka humb. Shifni çfarë dilema apo çfarë kontradikte. E luftojnë, sikurse ndoshta këtë besimtarë, mirë të anën tjetër, ata e kanë ditë që ajo është i sinqert dhe i saktë. Edhe këti personi i thon, ata që të luftojnë është të hapë të zi mirë, po zemrat e tyre, ata dinë fort mirë që ti je i sinqert, që ti je i drejtë, edhe vazhdo që shto dhe mos të turpro dhe mos të bën artist, me respekt, me buzëqeshje, me dashuri, me këto mënyra që tash, do të thotë ti me mbjell dashurinë zemrat e tyre, jep ju hedije nga njerë, dhe një ëmbëlsin, dhe një çokoladë, dhe një, do të thotë, kafe, po dhe ta shohin, do të thotë, bujarin islame. Dhe ta shohin bujarin islame, se pejgamberi alayhis salam ka thënë, jep një hedije dhurata me ndaj njëri tjetër, përdorni atë mjetin e hedijes dhuratave, ta shuroheni. E ka njerë edhe zemrat janë, do të thotë, si me thonë të armiqësuara, kur blihet një dhuratë e thjeshtë, sa më konë e thjeshtë, ja dhuron dikujt, shoqës, djalit, vajzës, shokut, ku të dion me njëherë që ja thënë zemrën, ja ndryshon kokën dhe fillon me ndryshua dhe qëndrimet e tij. Besoj që isha i qartë në këtë përgjigje ndaj Allahut. Pyetja e radhës vjen e tillë. Thotë, ju përshëndes juve në studio, po ashtu dhe ligjeruesin e sonte. Mdeshta thotë të ju pyes për një shqetësim të cilin shqetësim e kam ngritur edhe me disa prej xhallarëve të tjerë. Etiketohemi, thotë, ne si musliman shpeshherë si terrorist. Sa kanë arritur dietarët musliman në mbar botën, njerëzit të cilët janë kompetent për ta sqaruar se nuk ka të bëjë asgjë terrorizmi me islamin. Edhe kjo është një pyetje shumë e madhe, shumë aktuale. E sa kanë qenë sukses në dietar kompetent për me vërtetuar se musliman nuk janë terroristë, kjo është diskutabile pak. Nuk kanë mujt akoma me bind palën tjetër, kudo që t'jenë ata, se na nuk jemi do të terroristë. Po kur bindet pala tjetër, o vëllezër, o dëgjues ndershëm, kudo që t'jeni, kur bindet që ti nuk je terrorist, nuk je i rrezikshëm, apo musliman nuk jenë, kur jo vetëm me fjalë, po neve na duhet puna, na duhet aktiviteti, mbas që saj hartës, për shembull, një prej hartave islame, që si e shpjegova sonte, kur integrohet feja jetën tonë. Të thotë, është edhe probleme tek ne, pse ende ajo etiketa vazhdon. Pse na nuk po tregojmë përmirësim, pse na nuk po tregojmë, domethënë, nuk po ndryshojmë diskursin ton. Edhe diskursin e sjelljes tona, pse o problemi tek ne. E tash gati janë ata. Temat debatet më të nxehta, dëgjoj lajmet e BBC, dëgjoj lajmet e CNN-it, dëgjoj lajmet Fox News, dëgjoj lajmet EBS, CBS, ku ta diunë 100.000 burimet lajmeve, headlines, rreshtat kryesore, lajmet kryesore, po është debat muslimanët. La ilaha illallah. A vetëm muslimanët janë bota? A s'ka tjetër terroristë në botë hiqe?
As ka tjetër, do më thënë, grupe njerëzish që bëjnë probleme, e që për ndysin, e që për sulmojnë në për shkolla, e për pushkatojnë në për shkolla, e për i kidnapojnë. Qysh paharon atë lëmë që ka shpet? Qysh paharon është në të vërtet, më të është një rrymë e globalizmit dhe të medjave, sikur se ata më marrë me zveti, vesh, sikur se më do kërduat, shifni, kjo të jetë do të tema jonë sot, hyjëm, sulmon e musliman. Na nuk mëj me injoru faktin, se ndoshta dikush është mashtrua dhe ka njollu të fejnë islame dikush. Jenë dhe thët, aty këtu mirë, po me njollu të fejnë 1.7 bilion, 1.7 miliard musliman në botë, këtë mi njollu të atë terrorista, po kjo është zëllëmbre, kjo është padrejtësibre kjo. Gabimi individuale njerë që kanë bërë të këto disa njëherë që me sulmu fejnë, duhet të angazhohemi më shumë për të luftuar domethënë këtë dukuri të terrorizmit, të gjithë jemi kundër asaj, të gjithë jemi domethënë një zërit këmbgulshëm kundër saj, nuk pranohet terrorizmi s'ka fe, terrorizmi s'ka ngjyrë, terrorizmi s'ka gjuhë, terrorizmi o terrorizëm, po zullumi o zullum, padrejtia është padrejtësi, po të gjithë jemi kundër saj. Hajnia është hajni, nuk ka hajni të bardhë, hajni të zezë, hajnia është hajni, si në Arabi, si në Amerikë, si në Perëndim, Londër, Beke, çdo ajo është njëjtë. Prandaj duhet të luftohen, bazë asaj që ka thash më herët, urdhresa ka mirë dhe ndalesa nga e keqe. Dhe besoj që shkurtimisht pak isha i qartë të pyetja çka. Po. Dhe pyetja e fundit që ka ardhur, ne pak a shumë, domethënë ju e trajtuat në pikat shkurta, megjithatë dëgjuesi ka pyetur pikërisht tek çështja e solidaritetit dhe ndihmës mes njëri tjetrit. Ne këtu thot në Kosovë edhe në përvendet e Ballkanit kryesisht kemi hasur në njerëz të cilët nuk e di ma duhet t'i japim apo jo. Të thot po flas për lypsit që gjenden në rrugët tona. Çfarë mendimi keni, duke e pas parasysh që her pas here na vijnë lajme se këta njerëz e kanë dikë që i dirigjon dhe i qet në rrugë për të lypur. A duhet të jipet për ta, edhe duke e pas parasysh që her pas here i shohim me fëmijë në krah, e fëmijët janë shumë të vegjël, edhe mund të na e thejnë zemrën edhe mund të na e shtojnë ndoshta dëshirën për t'i dhënë atyre. Pyetje me vend kjo, shumë e rëndësi. Atyre unë pak isha dhënë mostrën e Katarit, ku punoj dhe ku jetoj për momentin, që lypsat në rrugë kanë të ndaluar me ligj rrepsisht. Nuk guxojnë. Të varfër nuk guxojnë me dalë rrugëve as nëpër xhamia me kërku, nëse dikush znihet, dënimi është i rrëft. Janë organizatat bamirëse speciale këtu, të gjithë ata të cilët janë në atë kategori të gjendjes së doptë financiare, shkojnë regjistrohen në për ato shoqata, futet emri i tyre në sistem kompjuterik do të thotë regjistrohen, pastaj edhe çdo muaj ata marrin ato ndihmat e tyre që i cakton ajo shoqatë shtetërore. Edhe për këta kisha rekomanduar të na kështu me vepruar qeveria së bashku me organet e sigurimit, do të thotë me luftu këtë dukuri të përjep një pasqyrë të keqe, po me themelua qendra sociale pikërisht për ta, edhe të bëhet identifikimi i tyre, të futen në sistem, dhe atyre të dahet çdo muaj nga një pjesë e pasurisë për t'i kryer nevojat e tyre personale, familjare që i kanë. Nëse ka nevojë më shumë, atër bëhet obligimi i shoqatave dhe i qeverisë, do të thotë në bazë, do të thotë realitetit, pas fakteve të gjendjes sociale të atyre personave, dalin dhe u sigurojnë ndoshta edhe banesën nëse ka nevojë, pesha, domethënë veshmbathje, ushqime e tjera. Prandaj dhënia, zeqati, sadakaja është ibadet, duhet me i qelë syt mirë me këshyrë se ku po e këtë sadaka për këtë zeqat, edhe me kënë vend i qëlluar, me kënë njëri i qëllun, sepse është ibadet si kështë namazi. Apo namaz
me fal, për shembull, drejka i ka 4 recate farz, ti me fal 3 recate nuk duan, duhet 4 me fal. Apo me fal namazin pa abdes, nuk bën me fal pa abdes. Edhe zeqati, a bën me dhëvend kus duhet, jo s'bën. A bën me dhënë dikon kus meritojnë, jo s'bën. Arsi ibadet. Arsi do të thotë vepër që Allahu xheleshon në e pëlqen. Në cilë që të mirë, edhe vërtetova mirë. Ata apeloj organet e duhur apo si me të vendit tonë që të bëjnë diçka për atë. Aty këtu, që po thamë, nëse e shetë në një rast, që po të ngushton në aspektin njerëzor, së është keq diçka dhe dikujt me dhënë të t'i vetë apet me zgjuar dorën, më thënë se është vështirë pak në atë moment, ditis dimit unë vetë kum pa në Prizren, kum pa dhe të të ura gurit Prizrenit, tëth për 10 gradë, 15 tëth në minus, po fëmija vogël ushtëria aty në paketën të ura gurit, mamën bre ka qenë rast shumë i dhimë shumë në zemër më ka prejkë. Po, ma dyshim të ata kanë dhe një dirigjuës që dikush i dirigjon, ma dyshim të ata kanë dhe një dorë të fshehur, kështu si njëri mu ka dhimë, nuk mujta të thëtë pa bo diqka. Mirë po, edhe njerë, kjo rast emocional që më ka prejkë zemëra, nuk është e qëlluar. Duhet aja fëmin nuk mos njët e të në rrugë, po, si ata që shemë për shembull se njerëz pa shtëpi ka çdo kënd edhe në Amerikë, edhe në Londër, në tunela në Gjermani, kudo që shkosh homeless, si thënë atyre anglisht. Po, më thon, ton botën. Mirë po, janë ato shoqatat, cilët interesohen për ta, sikurse që interesohen për shtanzët e braktisur, për qentë dhe matët e braktisura, po, kafshët e braktisura, po një mbi në Amerikë ka edhe do të shoqata që interesohen për njerëz të braktisur, duhet të nxjerrët nga kriza, dhe kjo është sistemi social islam që duhet edhe ata të kujdesem edhe për ta. Allahu na ndihmoft inshallah. Amin. E dalim nga kjo kriza, do të thotë sociale që jemi. Faleminderit të gjithë, Allah ju. Po. Nderuar profesor doktor Hafiz Hajredin Hoxha, të falenderojmë shumë për kohën tuaj që sonte ndartë me ne dhe me dëgjuesit tanë. Të falenderojmë po ashtu edhe për përgjigjet që i dhat në pyetjet e dëgjuesve. Falenderojmë ju sinqerisht. Në vlezër të cilët me kanë përcjellë në radio në falenderojmë sinqerisht për të ligjërat serike dhe interesime për edukimin në masës në diasporë dhe në vendin tonë. Shihem inshallah sot javë për sërinë në Zot. Inshallah. Assalamu alaikum. Aleikum selam, faleminderit shumë. Natën e mirë. Të nderuar miq dëgjues të Radio Dituria Islame, kemi qenë me profesor doktor Hafiz Hajredin Hoxha, kemi qenë në transmetim të drejtë për drejtë në trajtimin e temës integrimi i sistemit social islam në jetën tonë të përditshme. Kjo temë u trajtua sonte në këtë emision të sontëm të drejtë për drejtë në Radio Dituria Islame. Duke ju falenderuar të gjithë juve që ishit me ne deri në këtë moment, të gjithë ju që ndat kohën tuaj dhe bashkëpunuat dhe na dëgjuat njëkohësisht morët pjesë me pyetjet e juaja në këtë program. Ju falenderoj shumë në emrin e stafit të Radios Dituria Islame, në emrin tim personal Avni Lugici dhe mbar stafi i Radios Dituria Islame. E deri në takimin ton tjetër të radhës, mbesni në mëshirën e Zotit. Natën e mirë.